Kjo është një ndër sallatat më të shijshme që të provoni. Si fillim, për këtë recetë kam përdorur 3 patlıcan mesatar, të cilët më parë kam larë dhe do t'i presim. Pasi kemi përfunduar me prerjen e patlıcanëve, do t'i vendosim në një enë tjetër. Më pas do t'i hedhim krip dhe do t'i lëmë në ujë për rreth 20 deri në 30 minuta, në mënyrë të tillë që të iki hillësia dhe gjithashtu bëhen më të buta pas pjekjes. Gjithashtu do të presim disa speca. Nuk kam përdorur speca të kuq, por ju mund të përdorni edhe speca të tjerë sipas dëshirës. Dhe gjithashtu një kungull jeshil mesatar. Në të njëjtën mënyrë do të bëjmë dhe me kungull, do ta presim. Unë nuk ja heq lëkurën, por nëse ju dëshironi, mund edhe t'ja hiqni. Më pas të gjitha perimet do t'i vendosim në një tavë në të cilën poshtë kam shtruar lekë pjekje. Do t'i rëndisim të gjitha një nga një. Do të hedhim pak krip dhe pak vaj ulliri. Do t'i përziej mirë dhe më pas do t'i vendosim në furrë të parangror me 250 gradë derisa perimet të zbuten plotësisht. Pasi perimet janë pjekur, do t'i heqim nga furra dhe më pas do t'i lëmë të ftohen plotësisht. Pasi perimet e ftohur, do t'i kalojmë të gjitha në një pjatë. Tashmë do të vazhdojmë me marinimin. Për marinimin e sallatës kam përdorur vaj, aceto ose uthull balsamike. Gjithashtu kam përdorur uthull të kuqe ose uthull molle sipas dëshirës, hudhra dhe majdanos të freskët. Gjithashtu mund t'i hidhni edhe pak krip sipas dëshirës dhe do ta përziej mirë. Tashmë sallata është gati. Para se të konsumoj, unë gjithmonë e vendos në frigorifer derisa të ftohet plotësisht dhe del me të vërtetë shumë e shijshme. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndalni atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.